vazhdojmë që të parën të përgatisim mbushjen. Në njën më të vogël, do të shtojmë pak spinaq të freskët, mund të shtoni sipas dëshirës juaj, unë kam shtuar dikon 150 gram. Tani tek spinaqi do të shtojmë edhe gjizë, unë po përdor këtë llojin e gjizës, i cili është special për pite dhe byrek. Prapë mund të vrini që kjo është një djath i butë, që përdoret për byrek dhe për mbushje të piteve. Tani me ndihmën e një piruni, vazhdojmë dhe i shtypim, derisa të sigurohemi që do të bëhen bashk djathi me spinaqin. Krypën do ta kontrolloni, pasi djathi është i krypur, mos shtoni shumë. Tani marrim një enë më të madhe dhe aty vazhdojmë që të shtojmë 400 ml ujë. Uji është në ambient dhume, nuk është as i ftohtë dhe as i nxehtë. Vazhdojmë dhe të shtojmë 2 lugë gjelle me vaj, një lugë të mesme me kryp, vazhdojmë përzijemi mirë derisa të sigurohemi që do të fitohet një masë e mirë, njëjtë sikur ajo kur përgatisim pallaqinka. Dhe pasi e përzijemi mirë, brumin e kemi gati, pra kjo është konsistenca pak më trash se sa kur përgatisim kripa. Tani do të marrim një tigan tek i cili mund që lirisht të përgatisim kripat. E nxehim mirë në zjarr të lartë dhe vazhdojmë tani që këtu t'i fërgojmë. Pasi tigani nxehet mirë, e mbushim me 2 garuzhde plot nga çudit që e kemi përgatit dhe presim tani derisa të formohet një kure. Në momentin që vrin, që po fillon që të fërgohet, vazhdojmë që të shtojmë në njërin pjesë nga mbushja. Pasi e palosim në gjysëm, vazhdojmë që ta skuqim edhe për 2-3 minuta në të dy anët. Pasi sigurohemi që është skuqur nga njëra anë, e rrotullojmë dhe e skuqim edhe nga ana tjetër, derisa të na merr një ngjyrë të mirë. Sipër i lyejmë me pak gjalp që të na bëhen më të buta dhe më të mira.